إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu xhelle xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavat dhe selamet në këto dita të ndritura i dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, nga begatia më e madhe e Allahut xhelle xhelaluhu është që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhuruar njeriut e ajo është besimi dhe imani i tij. Besimi i tij pa të cilën nuk shpëton as në këtë botë e as në botën tjetër. Imani është ai i cili me të shpëton njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Por padyshim se zemrat e njerëzve ndryshojnë ashtu siç dhe besimi i tyre ndryshon, siç është e ditur dhe e njohur parimi bazë i ehli sunnetit dhe xhamatit, të cilët e dim dhe e njohim se besimi është ai i cili rritet, forcohet dhe shtohet, gjithashtu është që paksohet dhe dobësohet, e vjetërohet. Dhe këto na e potencoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij dhe Tabaraniu nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë se imani, besimi vjetërohet në brendësinën e ndonjërit prej jush, ashtu sikur që vjetërohet rroba. Derisa pastaj tha pejgamberi sallam, fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum. Lutni Allahu xhelle xhelaluhu, atij i cili është i vetmi i cili ja u ripërtrin juve besimin, tha lutni Allahu xhelle xhelaluhu dhe kërkoni prej tij që t'ja u ripërtri besimin e juaj në zemrat e juaj. Ta ripërtrin besimin Allahu xhelle xhelaluhu në zemrat tona. A na ka shkuar ndonjëherë në mend o vëllezër që ta lutim Allahun xhelle xhelaluhu e të thomi: o Zot, ma ripërtri besimin tim, o Zot, ma ripërtri këtë besim në zemrën time. Ja vetëm shkoj gjysa e këtij muaji, jemi futur në gjysmën tjetër. Valla thua, si është ripërtrirja e besimit tem? Secili në veti le të pyet edhe të thot se çka ndryshoi ky muaj në besimin tënd. A ripërtrin e besimin tënd? A e forcove besimin tënd? Apo mos vallë keje i njëjti që vjetërove dhe besimin tënd e aq shumë e dobësove, sa që për 15 ditë të këtij muaji u vjetërua besimi që mos të intereson se ky muaj ende është prezent. Nuk është ky muaj o vëllezër vetëm që ta ripërtrin besimin një natë të marrësh pjesë në taravi, e natat tjera të qëndrësh në kafe kur të gjithë të tjerët bëjnë ibadet dhe bëjnë adhurim.
Bërja pyetjen vetit, a thua ky iman të cilën ti e posedon dhe pretendon se i e më i fortë se gjithë ata të cilët agjerojnë dhe veprojnë dhe bëjnë namaz, ky besimi yt që rrikan në kulminacion, asnjëherë nuk të bjen, ky besimi yt edhe të dobësohet e të vjetërohet, as të shkon në mend se deri ku e ke zbritur dhe e ke dobësuar atë iman dhe atë besim, që mos të kesh mundësi pastaj dhe të mbrohesh as nga mbrojtja të cilën Allahu ka porositur që na të mbrohemi e të shpëtojmë vetveten tonë nga zjarri i xhehenemit. A ke ky agjerim me të vërtetë ashtu sikur që lajmëroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbrojtës nga zjarri i xhehenemit për ty dhe për mua, apo nuk ke ky agjerim fare që na ndihmoj që të mbrohemi nga zjarri i xhehenemit? O vëllezër, pyetja e secilit musliman, ku ngel besimi yt që ti nuk jep asnjë interes në këtë muaj, duke e ditur se ende jemi, shkoj gjysa e ti, nëse nuk u ripërtri besimi jon, a thua vallë si do të ngel besimi jon, nëse dalmi prej këtij muaji, me çka e mbajmë besimin ton? Allahu xhele xhelaluhu u kujdes dhe për këtë çështje dhe më për atë na e solli muajin e agjerimit, ripërtrirësi i besimit ton, ai i cili na i forcon besimin ton, ai i cili na ngren imanin ton, e që na një ditë kur të dalim para Allahu xhele xhelaluhu të shpëtojmë me këtë besim, për arsye se nëse i nga ai që e ke vjetruar, ashtu sikur që të vjetrohet tesha, na me të vërtetë se rrobat tona nëse na vjetrohen, të gjithë shkojmë dhe i ndrojmë dhe blejmë rroba të reja kur vjen dita e gëzimit. Por vallë rrobat e besimit tona i ndrojmë ndonjëherë. A prezantojmë në namazet të cilët Allahu xhele xhelaluhu i bëri shkak të përmirësimit të besimit ton, nëse ke munguar në këto 15 dita gjysën e këtij muaji që të shkoj, a mos valla ende don që t'jesh neglizhues e ta harrosh këtë muaj, e mos të forcosh besimin tënd, mos të ripërtrish besimin tënd dhe gjithashtu ta lutish Allahun xhele xhelaluhu se na mundohemi, por Allahu është ai i cili na e ripërtrin besimin ton. E që të thuajsh në iftar vazhdimisht, o Zot, ma ripërtri besimin në zemrën time, ma forco besimin tim dhe ma rrit besimin tim, se Allahu xhele xhelaluhu në Kur'an tha: "Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Kushdo i cili udhëzohet, tha Allahu xhele xhelaluhu, atyre që janë udhëzuar, Allahu xhele xhelaluhu ju shton edhe më shumë udhëzim, ju shton edhe më shumë besim dhe devotshmëri. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Të nderuar vëllezër, a është nga morali njerëzor që na të shmangemi garimit në këtë muaj, që Allahu xhele xhelaluhu e bëri këtë muaj si një pistë garimi, që në to don Allahu xhele xhelaluhu të shef kush prej nesh do të garon në vepra të mira sa më shumë, e të bën ibadete sa më shumë në këtë muaj të adhurimit, në këtë muaj të pendimit dhe kthimit të Allahu xhele xhelaluhu. Me të vërtetë se nëse ti je i mangët dhe i privuar, atëherë don të thotë se ti nuk dëshiron që të garojsh në faljen e Allahu xhele xhelaluhu dhe në kënaqësinë e tij. Në këtë muaj e gjejmë faljen e Allahut dhe kënaqësinë e tij, dhe ajo padyshim se në shtëpijet e tij, po ke i munguar dije se me të vërtetë ndoshta Allahu xhele xhelaluhu të ka privuar e ti jeton i gjallë, i shef muslimanët duke shku në xhami, i shef muslimanët duke shfrytëzuar, e i shef muslimanët duke garuar, ti qëndron me një dyshim në anësh, duke qëndruar i privuar dhe vetëm i shikon, po nuk mos të të livrit as një pik në zemrën tonë dhe të besimit tënd. Kjo pra nënkupton se me të vërtet besimi yt është vjetruar aq shumë sikur që vjetrohet një rob e jona. Pra lutim Allahun xhele xhelaluhu që Allahu të ngjall besimin ton, Allahu xhele xhelaluhu të forcon besimin ton, e Allahu xhele xhelaluhu të shton interesin ton për të shfrytëzuar në këtë muaj, e ta nderojmë edhe sa ka ngelur ky muaj. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.